tani frekuentoni shkollën cilën jeni me... Jam me Erianin në shkollën Test në Tiranë. E cila është shkollë arabe, kryesisht. Është shkollë... Jo publike. Eriani mund ta shpjegoj pak më. Po, çfarë është shkolla ku jeni ju? Shkollë në gjimnaz, 9-vjeçare, e përgjithshme. Po. Jo publike, është një shkollë jo publike që është sponsorizuar, është ndihmuar me fondet nga njerëzit arabë, nga fondet nga Emiratet. Jo, nga shteti Kuvajt. Shteti Kuvajt. Në disa vendet e tjera. Po, edhe ti më duket ke jetuar në Kuvajt shumë vite. Po, kam jetuar dhe jam lindur në Kuvajt, edhe kam jetuar 13 vite në shtetin e Kuvajtit. Po. Si është për ty të vish nga Kuvajt dhe të jetosh në Shqipëri? Ishte një eksperiencë komplet tjetër. Unë kam ardhur në 2020-ën, mas Covidit, direkt prej Covidit, sa marrë karantinën në Shqipëri, kohën e karantinës kam ardhur këtu në Shqipëri. Ka qenë eksperiencë tjetër, vi nga një vend të nxehtë ose nga njerëzit që nuk janë as të ngrohtë me ty, duke ardhur këtu tek familja jote, është komplet një eksperiencë tjetër. Unë vija çdo verë këtu madje, kur jetoj aty në Kuvajt, vija çdo verë për pushime. Po për ty këtu nuk do imagjinoja kur të jetoj në Shqipëri, është komplet eksperiencë komplet tjetër, është bukuri komplet në vetë. Shkoj, ju jeni një brez i cili identifikohet edhe me TikTok-u. Po. Si e quani këtë vendimin e ndalimit të TikTok-ut? Është një sakrificë e madhe, është një kufizim, një privacion, çfarë është? Jo, patjetër unë besoj, gjithashtu bashkë me Erianin, nuk kemi në atë pozitë që ta gjykojmë në të vërtetë, por unë do t'jep një mendim timin. Çuni im e shan, do të thonë atë që e ka marrë vendimin. Jo, patjetër. Si një ri që jeton në Shqipëri, patjetër që mirë nuk më vjen që një rrjet social do të mbyllet, aq më shumë është një rrjet social ku pjesa e adoleshencës, por jo vetëm, kaloj një kohë shumë të madhe të jetës tyre. Edhe politikanët kalojnë kohë. Patjetër, s'bëhet fjalë. Disa nga politikanët e kanë menduar që është politike, disa thënë është jo politike. Unë mendoj që kjo nuk ka lidhje me politikën, kjo ka lidhje me ngjarjet që kanë ndodhur kohëve të fundit në Shqipëri. Pra ti mendon vërtet që ka shumë dhunë në TikTok apo ja? Aty do dalë. Nuk do thoja që ka shumë dhunë, do thoja thjesht që duhet të minimizohen personat që bën sign in në TikTok. Duhet të ketë politika duhet të ketë politika të caktuara, sepse kanë nga ato persona që janë anonim, futen në TikTok, shajnë, ofendojnë persona të caktuar që më pas dërgojnë edhe në ngjarje fatale. Por do të dalë tek gjëja që nuk e besoj që është vendimi i duhur për të mbyllur direkt TikToku pa u marrë një vendim ose pa u marrë një mendim më i gjerë i qytetarëve. Ky është mendimi im. Çfarë mendon edhe ti jetën gjë? TikTok është social media, është me vërtet një varësi për të gjithë, jo vetëm për ne, edhe është për të gjithë moshat, është një varësi që nuk është harxhim kohe, mendoj unë. Vendimi Gjon kohën në TikTok apo? Sinqerisht jo, nuk është që shpenzoj shumë kohën time në TikTok, se nuk më tërheq të rjashëm si për celularit ose celulari si diçka, po është me vërtet një varësi të keqe për njeriu. Mendoj se duhet të hiqet nga... Nuk mendoj se do të hiqet komplet, po si shta Klarku për pjesën e vendimit që duhet disa veta specifik duhet të kenë akses. Duhet të ketë kufizime në loginin ose në sign-inin ose më saktë duhet të ketë politike. Moshe, sepse ka dhe nga ato njerëz që janë të pa informuar rreth rrjeteve sociale, të cilët thjesht bëjnë login në një rrjet social, por nuk i din çfarë i pret. Nuk i din që aty ka njerëz anonim, të cilët nuk kanë asnjë gjë tjetër për të bërë, thjesht merren duke ofenduar njerëz, duke denigruar njerëz të caktuar. Megjithatë, ai ishte një vitrine për suksesin, për preferencat, për të ndjekur, për të bërë humor, pse jo, ose për të u relaksuar. Po. Si një pushim, po. Unë mendoj që mbi gjitha ai është thjesht një mjet që ne mund të kalojmë kohën në të, duke parë video, duke u njohur më shumë me botën, duke u njohur patjetër dhe me tipet e njerëzve që na rrethojnë dhe që i rrethojnë. Në vendet arabe përdoret ka shumë apo përdoret goxha në vendet arabe. Moshatarët e tu arabë për shembull. Po. Nga moshët e vogla deri në moshët të mëdha ne i përdorin. Madje edhe s'po e quaj pleqëria, po moshët e mëdha e përdorin më shumë
e përdorin edhe postojnë vetë, për shembull, e përdorin si me qenë një fjalë tjetër për bloger, për shembull. Që filmojnë vetën, tregojnë jetën e përditshme aty. Moshat më mëdha më shumë se sa më. Kanë filluar aktualisht edhe moshat të mëdha ta përdorin TikTokun. Ti je bloger apo jo? Jo, nuk mund ta quaj që jam bloger, sepse sot në Shqipëri të gjithë po bëhen bloger dhe mendoj që termi i blogerit ka rënë pak, patjetër kush nuk do të jetë një bloger. Unë jam një person që janë aktiv në rrjetet sociale. Tregoj atë çka unë di të bëj, që është arti, televizioni,